kon një X person, edhe ta shunem vëmendje ftyra kuqe, akne cistike, edhe u kom shumë një mimike ftyrës që sa din s'mu ka dok më shumë ideale me bo që ato, pse me bo, adin, se jëm diku keq, adin. Pa tjetër, të ka diku emocionalisht? Emocionalisht edhe e moj men që ato, po ka, masanena mu ka bo rutina, adin, edhe mos mu doke najsen e rej. Sa ka zgjatë që kjo periud? Sa ka zgjatë? Që kjo faza ka fillu prej mujt shkur, dikunja 3 muj, para se me marrë atë hapin vitaminën A akutan. Kure mura atë hapin akutan, edhe ja njësë gjithçka me shku shumë ma mirë, mu kanë reduktua jo faza e akneve aktive. Gradualisht 6 deri 1 vjet shkova deri me qatë hapin duke e përdor. Edhe pastaj gjithçka ja njësë mire ma mirë, edhe gjithçka dhe, du më thonë, emocionet e mija ju konë shumë ma ndryshe. Ma të menagjushme. Tjetër njeri. Tregom pak se për i tove krejt këtë procesin e ndryshimit mendësisë tënde, që krejt kjo përballje me bullizmin tu ka kthy mandej edhe në vetbesim. U konë këtë shka dush me bo është me fol me menin tonë, me handle qatë situata dhe pse mund diku pe fjallëve njerëve që po thojnë, tu pas që vish me vazhdu, adin. Edhe unë ka bo që është shtytje mu, që edhe me marë që ajo vetbesimin ma ka këty që me bo TikTok, që kum pas edhe pozitive komente dhe negative, për nejse negativet e kum ignoru, veç e kum qyr pozitivitetin, kur e kum pa une qa shumë që ndiku njerëzit pozitiv të une, që ka pas edhe prej atimve, do me thonë përmisimin me ftyrës, që ajo ma ka bo një vetbesim tjetër edhe një mentalitet tjetër. Edhe do me thonë shumë ma herët si një teenager unë ka pjek në çdo aspekt jetës.